Që për mbrëmjes së kaluar, automjetet e ushtrisë dhe ekipet e emergjencave civile janë vënë në dispozicion të fshatit Obot, njësia administrative Ana Malit, për shkak të rrezikut të paralajmëruar për përmbytje nga shkarkimet e kaskadës së Drinit. Siç e tregojnë edhe filmimet, uji ka përmbytur një segment prej 200 metër të rrugës së Obotit, ku lartësia e ujit është 30 deri në 40 cm. Në këto kushte, automjetet e ushtrisë qëndrojnë në gatishmëri për të ndihmuar lëvizjen e banorëve të këtij fshati në drejtim të Shkodrës dhe Anasjelltas. Oboti është pika e parë në zonën e Nën Shkodrës, që reflekton rritjen e nivelit të ujrave të bunës mbi kuotat normale. Ky nivel u rrit pasi 24 orë më parë, korporata elektroenergjetike shqiptare njoftoi fillimin e shkarkimeve nga hidrocentrali i Fierzës për shkak të sasisë së madhe të prurjeve ujore të kësaj periudhe, të cilat kalojnë mbi 1000 m3 ujë në sekond. Kjo sasi shkarkimesh reflekton dukshëm nivelin e prurjeve të Drinit te kura Baçallekut në krahasim me mëngjesin e një ditë më parë. Nga ana tjetër, lajmi i mirë në këtë situatë përbën fakti se liçeni i Shkodrës është në kuota normale për këtë periudhë, gjë që tregohet qartë tek ura e vjetër e bunës, ku hapësira rezervë për të kapur kuotën maksimale është mbi 1 metër, çka ul efektin e vërshimeve të Drinit. Gjithashtu pozitive për këtë situatë vazhdon të jetë edhe gjendja në Luminkir, ku prurjet janë në nivel minimal.